gjithmonë, sado që t'jemi të vetëdijsuar për rëndësinë e arsimit, gjithmonë ka çfarë të shtojmë në këtë drejtim. Në anën tjetër, duhet të ekzistojë një simatëse të cilat në e shfaqin, do të thotë nivelin e kësaj vetëdije. Dhe një nga ato një simatëse unë mund të përmendi investimin e shoqërisë për arsim dhe gatishmërinë e shoqërisë për të marrë më arsim. Në qoftë se këtu i kemi parasysh, unë mendoj se vetëdija nuk është në nivelin e kënaqshëm. Në qoftë se shikojmë për shembull blerjen e librave, do të shohim se i kemi telefonat shumë më të shtrejt, i kemi testet shumë më të shtrejta, se që kemi bibliotekën tonë të pasur me libra. Dhe fakti që ne do të thotë nuk kemi gatishmëri që të investojmë në blerjen e librave, nuk kemi gatishmëri të investojmë në arsim dhe në mësim, atëherë kjo më kupton se ne nuk kemi vetëdije të mjaftueshme përballë kërkimit të ditorisë dhe rëndësisë së arsimimit.